Përshëndetje të ngrohta për të gjithë dhe mirësevini në Hospit Academy. Emri im është Bora Hoxha dhe është nderi im t'ju mirëpres në komunitetin ton global të mësimit, respektit dhe mikpritjes. Para se të fillojmë, do të doja të ndaja diçka vërtet të rëndësishme me ju. Burimin e udhëzimeve tona, themelin e vlerave që ne mësojmë dhe arsyen pse ekziston kjo akademi. Pra, lejoni që përsëri t'ju prezantoj me mentorët tanë. Jacob dhe John Papadakis. Nëse mund të dëgjoni historinë e tyre, një histori që do t'ju mahnit vërtet. Hello everyone. Welcome to Hospit Academy, a mastered hospitality guidance series full of free seminar segments on our YouTube channel, Hospit Academy, created to guide you, inspire you, and prepare you for excellence in the world of hospitality. Your journey to professional mastery begins right here. Before we begin, I want to extend our sincere apologies for not being with you personally today. But even from a distance, speaking for my brother and myself, I want to share our message with you honestly and directly, the same way we would if you were our own family, and the same way we would speak if we were standing in the same room. My brother John and I spent over 50 years in this industry, not as gurus, not as celebrities, not as men who believed they had all the answers. We were workers. We were fighters. We were in the trenches, day after day, year after year. We lived the long nights. We lived the early mornings. We lived the pressure, the heat, the chaos, the uncertainty, and the moments that made it all worth it. People often look at experience and assume it means perfection. Let me tell you the truth. We made mistakes, yes, many. But through those mistakes, we learned, we grew, we adapted. And over time, those lessons carried us into countless successes, countless breakthroughs, and countless moments of pride. Our failures became our foundation, and those tools, those lessons, those scars are what I'm here to share with you. Not theories, not fancy ideas, not textbook hospitality. Real hospitality. The kind you only learn by doing the work, by showing up when you're tired, by staying calm when everything around you feels like it's falling apart, by treating every guest like they matter, because they do. Everything we teach you comes from real kitchens, real service, real life. From watching people smile because of something we created. From watching them return again and again because they felt cared for. We're not here to impress you. We're here to prepare you. Because this industry will test you. It will demand your patience, your discipline, your pride, your professionalism. But if you give it those things, it will reward you in ways you cannot imagine. So even though we cannot stand beside you in person today, my message is simple. Respect the craft. Respect the guest. Respect the work. And most importantly, respect yourself. If you do that, you will go further than you ever believed possible. Hello everyone. Welcome to Hospit Academy, a mastered... Wow, ajo është vërtet e jashtëzakonshme. Unë befasojmë çdo herë që I dëgjoj ata. Tani le të filloj. Në një botë ku standardet morale dhe etika po zbehen, në një botë ku etiketa e duhur përmendet rrallë, mund të pyesni pse e fillojmë seminarin ton të mirëseardhjes me një nocion filozofik dhe jo me një format edukativ procedural. Për të pasur sukses në mikpritje, hapi juaj I parë nuk është të mësoni si të shërbeni. Hapi juaj I parë është të mësoni se si të kuptoni kulturat, për të kuptuar besimet, për të kuptuar standardet, për të kuptuar etikën. Mikpritja nuk është një punë, nuk është një biznes.
nuk është një profesion. Mikpritja është gjuha më e vjetër njerëzore në tokë. Ajo jetonte në zemrën e çdo kulture shumë para se të ndërtoheshin hotelet. Respekti është akti i parë i mikpritjes. Është momenti kur një qenie njerëzore njeh dinjitetin e një tjetër. Në shumë kultura, fëmijët ngrihen nga vendi i tyre kur një prind ose mysafir hyn. U jepet prioritet i parë për të u ullur. Këto gjeste bartin breza shkuptim. Ato mësohen në shtëpi, praktikohen në komunitet dhe jetohen në jetën e përditshme. Në Hospit Academy ne zgjedhim unitet, ne zgjedhim njohuri, ne zgjedhim respekt, sepse mikpritja nuk është vetëm shërbim, është arti i nderimit të një njeriu tjetër. Në të gjithë botën, mikpritja merr shumë forma, kultura të ndryshme, gjeste të ndryshme, por të gjitha ndajnë një qëllim, të bëjnë një qenie njerëzore të ndihet e mirëpritur, e respektuar dhe e çmuar. Punonjësit e mikpritjes janë kujdestar të përvojës, ruajtës të komoditetit. Një mysafir mund të harojë shijen e një pjate, por ata kur nuk do të harojnë se si i bë të ndihen. Mikpritja është një motor që formon kombet. Çdo udhëtar është një mesazh. Një bushqeshje e vetme mund të ndryshojë reputacionin e një qyteti dhe të ndërtojë ura midis kulturave. Udhëtimi juaj fillon këtu. Tani jeni pjesë e një familjeje globale që beson në unitet, etik dhe fuqinë e të bërë dikë të buzëqesh. Mirë se vini në Hospit Academy. Hospit Academy je pjesë e një lëvizjeje globale. Abonohu në kanalin ton. Ndiq mësimet tona. Çdo teknik që mësoni ju afron më shumë për t'u bërë një lider në mikpritje. Faleminderit që na dëgjuat. Ditë të mire. Dhe natë të mire për ata që jetojnë në një zonë tjetër kohore. Mund të na vizitoni sa herë të dëshironi dhe të mësoni në ndonjë nga mbi 50 gjuhët tona. Ne do të mbajmë gjithmonë dritat ndezur. Në çdo koshe të botës digjitale, në çdo gjuhë, në çdo platformë që përdorni, ne jemi këtu. Një shtëpi globale për të mësuar, të lidhur, përmes kanaleve që tashmë i njihni, të bashkuar nga një mision, të sjellim arsim për çdo njeri. Kjo është Hospit Academy, një vend ku kulturat takohen, ku gjuhët hapin dyer dhe ku bota mëson të mirëpres botën. Një platformë falas që ofron seminare në më shumë se 40 gjuhë, e krijuar për kudo, në çdo kohë. Udhëtimi juaj vazhdon këtu.